Zelenski, Ukraina po zhvillon një sistem raketash balistike ekuivalent me patriotët amerikanë. Një sistem mbrojtjeje kundër raketave i krahasueshëm me sistemin amerikan Patriot po zhvillohet në Ukrainë me ndihmën e partnerëve evropianë në kuadër të projektit të quajtur Fria, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Do të thoya se është një sistem evropian, por që mbetet në kontrollin ton. Projekti është sistemi i raketave balistike, i cili duhet të jetë ekuivalent me Patriot për sa i përket aftësive të interceptimit, por synon më shumë prodhim masiv dhe është i lirë. Ky të paktën është qëllimi që kanë vendosur për prodhuesit tanë, tha presidenti i Ukrainës. Ai deklaroi se takimi i parë me partnerët potencial do mbahet shumë shpejt në Francë, pa u specifikuar datën. Zelensky tha se suksesi i projektit të Freja mund të jetë një përparim i madh në industrinë e mbrojtjes së Ukrainës. Pastaj do ta mbyllim hapësirën ajrore të Ukrainës me kapacitetet tona, tha ai.